Jurgen Klopp ka zbuluar disa prapaskena interesante nga koha ku ishte në bisedime për të marrë drejtimin e Manchester United përpara se të nënshkruante me Liverpoolin në vitin 2016. Në një intervistë të dhënë së fundmi, trajneri gjerman ka pranuar se ishte kontaktuar nga drejtuesit e djajve të kuq, por projekti që u ofrua nuk e bindi. Klopp tregoi se gjatë takimit me drejtuesit e United, atij ishte premtuar se do të silleshin disa nga emrat më të njohur të futbollit botror, duke përfshirë dhe rikthimit e Cristiano Ronaldos dhe Paul Pogba. Më thanë, do t'i marrim lojtarë që dëshiron, atë dhe atë. Por unë mendoj me vete, ky nuk është projekti im. Nuk dohet të kthehet sërish Paul Pogban. Këto gjëra nuk funksionojnë, apo Cristiano Ronaldon, zoti im, e di që është ndër më të mirët në botë bashkë me Messin, por kthimi i lojtarëve të vjetër nuk sjell sukses, ka thënë Klopp. Sipas tij, projekti i Manchester United ishte më shumë i bazuar në emra të mëdhenj se në ndërtimin e ekipit me filozofi të qartë futbolli. Në të njëjtën intervistë, Klopp nuk përjashtoi mundësinë që në të ardhmen të rikthehet përsëri në drejtimin e Liverpoolit, duke lënë të hapur derën pas një kapitulli të ri me klubin, ku arriti sukses më të mëdha të karrierës.